Është kënaqësi e veçantë të jemi sot këtu për të shënuar për vjetorin e dytë të hyrjes në fuqi të Marrëveshjes Kompakt ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë të Shteteve të Bashkuara përmes korporatës së sfidave të mijëveçarit apo MCC-s ashtu si e njohim të gjithë. Ky program përfaqëson një angazhim strategjik për Kosovën në 3 drejtime kryesore: forcimin e sigurisë energjetike dhe ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme përfshirë korporatën për ruajtjen e energjisë, një nga ato, investimin në kapitalin njerëzor, si dhe krijimin e hapësirës për dhe nxitjen e investimeve të sektorit privat në sektorin e energjisë. Sot, ky angazhim po përkthehet në rezultate konkrete. Kemi përfunduar dizajnin dhe në koordinim të plot me MCC-n, kemi avancuar në fazën finale të prokurimit për sistemin e ruajtjes së energjisë, përmes baterive një investim strategjik ky me kapacitet për 340 MWh, që do të rrisë ndjeshëm stabilitetin dhe fleksibilitetin e sistemit të energjisë në vendin tonë. Ky përfaqëson një nga investimet më të mëdha në dekadat e fundit dhe e pozicionon vendin tonë si një nga liderët rajonal në inovacion në këtë fushë. Paralelisht kemi bërë përparimin e rëndësishëm në krijimin e korporatës për ruajtjen e energjisë, e cila me funksionalizimin e plot të bordit të saj që pritet së shpejti, do shërbej si mekanizëm institucional për operimin dhe menaxhimin e baterive. Në shtyllën e kapitalit njerëzor, përmes partneritetit me Universitetin e Prishtinës, kemi nisur krijimin e qendrës për aftësinë dhe inovacion në energji, së bashku me laboratorët e saj, një investim kyç që synon të ndërtojnë kapacitetet e gjeneratave të ardhshme të profesionistëve të sektorit. Të dashur miq, këto rezultate janë pjesë e një programi të integruar që synon transformimin afatgjatë të këtij sektori në Kosovë. Qëllimi ynë është i qartë, të ndërtojmë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe të përgatitur për të ardhmen. Dhe mbi të gjitha, të sigurojmë që ky investim të mos matet vetëm me megawatt, por në ndikimin real mbi institucionet, ekonominë dhe jetën e përditshme të qytetarëve tanë. Ju falenderoj për besimin dhe partneritetin tuaj. Për gjatë kësaj kohe janë kryer edhe shumë punë, megjithëse ka pasur sfida, ekipi dhe të gjithë ne që jemi angazhuar në forma të ndryshme, qoftë në bord, qoftë në forma të tjera, kemi vazhduar punën që të mundsojmë që në momentit që rikthehet, që qartësohet projekti të jemi në gjendje të vazhdojmë, por në rastin më të keq edhe nëse kjo nuk do të ndodhte. Në ndërkohë ka filluar partneriteti për themelimin e qendrës për inovacion dhe aftësim në energji në Universitetin e Prishtinës, në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, është dizajnuar projekti i sistemit të baterive dhe është në fazën finale të prokurimit, siç e përmendi edhe drejtoresha, dhe është themeluar ndërmarrja korporate e ruajtjes së energjisë apo KRE apo Escorp, i cila do të ketë në pronësi 250 MWh nga ky kapacitet, përderisa siç e dini 90 MWh të tjera do të jenë në pronësi të kostit. Bordin e kësaj organizate, kësaj ndërmarrje publike, planifikojmë që ta emërojmë javën e ardhshme më së largu dhe me këtë funksionalizohet edhe kjo ndërmarrje e re që po i shtohet sektorit tonë që do të jetë shumë e rëndësishme në të ardhmen. Programi po vjen në një kohë kur është në kohën më të duhur për Kosovën dhe kjo është e qartë. Drejtoresha foli më herët për jo vetëm për megawatet, për ndikimin real dhe mendoj që tani ku jemi ndikimi real tashmë është shumë i qartë. Burimet e ripërtreshme të energjisë në sistemin tonë janë duke u rritur, siç janë duke u rritur edhe në rajon. Mirë po edhe kosto e rezervave gjatë viteve të fundit kemi parë që ka pas rritje dhe kjo ka pasur ndikim direkt në tarifat të konsumatorëve. Pra, ai efekti për të cilin po flisnim në mënyrë teorike kur është dizajnuar programi tashmë po bëhet realitet dhe kjo dëshmon që programi po vjen në kohën e duhur për të ndihmuar jo vetëm sistemin, por për të ndihmuar edhe në përballueshmërinë e çmimeve për konsumatorët, për familjet dhe bizneset. Nuk është rastësi prandaj që programin e kemi dizajnuar, ideuar dhe po e realizojmë në një kohë kur globalisht kapaciteti i baterive është rritur në mënyrë eksponenciale. Nga 2021 kur kemi vendosur të investojmë në bateri, globalisht kapaciteti është rritur rreth 11 fesh në vitin 2025 dhe kjo po vazhdon të rritet, që është edhe një
fakt që tregon ato që kemi thënë prej fillimit, që programi është i dizajnuar në hap me kohën dhe në hap me zhvillimet globale. Unë për të mos e zgjatur më tepër, dua t'ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu dhe veçanërisht ato institucione që në mënyrë më të përafërt kanë kontribuar në zhvillimin e projektit dhe zbatimin deri tani. Fakti që jeni këtu sot është edhe një shenjë e miqësisë dhe partneritetit dhe kontributit në këtë projekt, të cilin e çmojmë. Dua të falenderoj ekipin e MCA Kosova dhe MCC-s në Prishtinë e në Washington DC për punën e palodhur, të gjitha institucionet e Kosovës, përfshirë ZRE-n, Kostin, Ministrinë e Mjedisit e Planifikimit Hapësinore, të gjitha të tjerat për angazhimin e tyre dhe në fund dhe më së shumti Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadën këtu, mirë po edhe ambasadën tonë në SBA, për përkushtimin, angazhimin, për krahjen që programi të vazhdoj dhe pa përkrahjen e të cilit nuk do të ishim këtu dhe ky program nuk do të mund të realizohej. Ju falenderoj të gjithëve dhe na prifte mbara në vijim të zbatimit që në një vit që është vendimtar për projektin si ky. Faleminderit shumë. Good morning, everyone. So, Caretaker Minister Rizvanoli, Ms. Lorena Sefai, colleagues from MCC, MCA, and distinguished guests. Welcome to this wonderful venue. It is an honor to join you here today as we mark 2 years since the Kosovo Compact entered into force, a milestone that reflects not only the strength of our partnership, but also the tangible progress that we are making together for Kosovo's energy future. I want to thank the MCC and the MCA Kosovo team for all their efforts day in and day out, including Florina Sefai, the CEO of MCA Kosovo, and Rinor, our friend and colleague, and resident country director for MCC. The $236.6 million Kosovo Compact stands as one of the most significant U.S. investments in Kosovo's development. It is a testament to our shared commitment to energy security, economic growth, and prosperity for our two countries. 2 years ago, we set out on an ambitious journey. Today, we can see real results. The development of energy storage infrastructure that will strengthen grid reliability and flexibility. Workforce development programs that are preparing for Kosovo's next generation of energy professionals. Institutional capacity building across key energy sector organizations. And strategic partnerships with the University of Pristina and other institutions that are laying the groundwork for long-term success. Energy security is economic security. A reliable, modern energy system attracts investment, creates jobs, and powers opportunity. The Kosovo Compact directly addresses the challenge of unreliable energy supply, a barrier that has affected businesses, families, and Kosovo's competitiveness for too long. But none of this progress happens in isolation. The United States supports Kosovo in these efforts, but success depends on continued commitments from the government of Kosovo, the private sector, financial institutions, and civil society. This is a partnership in the truest sense, one that brings together the best of our expertise, our resources, and our shared vision for the future. As we look ahead, let's maintain this momentum. Together, we are not just building storage battery facilities or trading centers. We are building a foundation for sustainable growth, regional integration, and shared prosperity. We are creating new opportunities for American and Kosovan companies alike, and reinforcing Kosovo's role as a reliable partner in a region where stability and resilience matter even more. Thank you for your partnership, your commitment, and your vision. Let's make the next 2 years even more impactful than the first 2 years. Thank you so much, and please enjoy this wonderful day and hopefully have many meaningful conversations. Thank you again. Energy security is essential for Kosovo's future, powering economic growth, stability, and opportunity. With the entry into force of the MCC Kosovo Compact, a new chapter began, a partnership between Kosovo and the United States through Millennium Challenge Corporation,
to strengthen the country's energy sector. A key milestone is the final design of the battery energy storage system, a critical step toward energy security, a reliable and resilient power system. The transfer of land for battery sites has brought these plans closer to implementation.